Jemi rikthyer pa humbur kohë një me disa prej zhvillimeve kryesore i ndjek. Prokuroria e posaçme thotë se ka siguruar prova të reja kundër Ilir Metës dhe Monika Kryemandrit për akuzën e lobimit të ish-LSI-s në SBA. Nga letër porosit, SPA ka zbuluar të dhënat e reja mbi pagesat dhe kontratën. Sot në seancë gjyqtari Elion Çela vendos për kërkesën e Metës për zbutje të masës së sigurisë arrest në Burg. Faqja e website-it të Bashkisë së Tiranës është e bllokuar duke ndërprer shërbimet online. Bllokimin e saj e ka marrë përsipër grupi i hakerëve iranian pas një postimi të tyre në Telegram. Vion sot vita e tretë e rinumërimit të votave për qarkun e Tiranës për partitë dhe kandidatët. Deri tani janë hapur 223 kuti, në të cilat rezulton se PD-ja humb 113 vota dhe PS-ja 110 vota nga numërimi i bërë më parë. Rezultati nuk prek mandatet. Ministri i jashtëm iranian ulet sot në bisedime me ministrat e Britanisë, Francës dhe Gjermanisë, më pas edhe me Kaja Kallas. Teherani vion sot sulmet mbi Izraelin, 7 plagosur. 39 deputet të Partisë Socialiste, të cilët ulen për herë të parë në kuvend, nisën sot Akademinë Politike Verore. Me një leksion hyrës, kryeministri Edi Rama u tha se mandati nuk është dekorat, por përgjegjësi. Xhafaj, Peleshi dhe Braçe, mësime gjeneratës së re. Policia godet grupet kriminale të shitjes së drograve të forta për klientët VIP në lokalet e ish bllokut në Tiranë. Në praga 25 persona, vion operacioni për kapjen e 8 të tjerëve, sekuestrohet kokainë, heroinë dhe armë, të përfshirë kamarierë dhe banakierë. Qellohet me armë zjarri drejt lokalit të ish shoferit të ish prokurorit Arjan Doja, deputeti zgjedhur i Partisë Demokratike. Report Televizion sjell pamjet nga ngjarja në Fushkruj. Pronari i lokalit Mont Voga rezulton person me precedent i arrestuar për dhunimin e një avokati dhe lëvizjen me mjet të blinduar dhe armë pa leje.